Kosovës. Me një fjalë, kemi plot komponenta për gjitha fushat e jetës, ne kemi një program cili na kemi punu vitin e kaluar për zgjedhjen 28 dhjetorit, tash e rishikuam me ekipin e ekspertëve, 98 faqe i cili ka detajet për çdo projekt. Nëse ka një njerëz që mund ta dëshmoj me kompetencë, që mund ta realizojë këtë projekt, besojmë që o Bedri Hamza. Programi jonë edhe kandidati jonë për kryeministër janë oferta jonë për qytetarët e Kosovës. Na e dim që në këtë ambient polarizimi, përçomja, fjalët, fymjet mund me kry ma shumë punë, por ne mendoj që ne kemi një detyrim ndaj njerëzve të Kosovës me kthy debatin në normalitet. Se qytetarët e Kosovës kanë nevojë për fjalë, për polemika, kanë nevojë që Kosova mos me kohë fundit mas Moldavis për ka zhvillimi ekonomik, me vendi më i varfër, me pas arsimin më dobët në Evropë sipas testit PISA. Mos me pas rritje pagave me vite të tëra, me pas inflacion të lartë. Këto nuk i meriton qytetarët e Kosovës të jenë të mundur na mu bë. Kjo qeveri, ajo që dihet është që për 6 vjet ka menaxhu rreth 20 miliardë euro, që është gati sa buxheti jo gati, po sa buxheti i përdorur nga kretë qeverit paraprake. Ose më shumë i vjen argument. Më shumë sa kretë qeverit paraprake dhe nuk kemi pa zhvillim. Kretë çka po ndodh dhe po përmbylli për këtë pjesë, unë mendoj alel është një element që është me rëndësi me u theksu. Kur vinë zgjedhjet, qeveria konkuron gjithmonë ditën e zgjedhjeve me rezultatet e qeverisë paraprake. Kështu është çdo vend normal. Kjo është e vetmja qeveri evropiane që konkuron jo me rezultatet e qeverisë, po me shomjet për opozitën. Edhe sa mirë e shon opozitën. Tash, përmes sqaruar qytetarët e Kosovës, për marrë edhe një minutë me tregu diçka. Qytetarët e Kosovës duhet t'i bëjnë disa pyetje. Kur s'janë rrit rrogat, a ka qenë faji opozitës? A ka pruna herë Albin Kurti me rrit rrogat na s'kemi votu? Kur u rrit çmimi i rrymës, a ka faj opozita? Kur vidhet në kek 1 miliard euro rrymë që blehen, a ka faj opozita? Kur Kosova është më e varfër në Evropë, a ka faj opozita? Jo. Pra, fakti që Albin Kurti e ka krejt garën të thonë opozita sa e keq është, tregon që s'ka rezultate qeverisë. Na këtu e kemi pas një traditë, megjithatë që qeveritë gjithmonë kanë konkurruar me rezultate. Ne kemi fituar 2008-ën, kemi konkurruar 2010 me rezultate qeverisës. 2014 njësoj. Çdo herë ka pas një farë gare me projektet që kemi bërë. Çka po bëjmë ne është me tentu me rikthy një normalitet në diskutim, edhe nëse Bedri Hamza o kryeministër, ne hapim një kapitull të ri të zhvillimit të Kosovës. Megjithatë, zoti Gugda, ju ti e përmendni tha nuk e meriton qytetar